Delegacioni i Partisë Demokratike dhe i Partisë Republikane, kryesuar nga Sali Berisha, ka zhvilluar një takim me ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunksi, në kuadër të punimeve të Forumit të Unionit Ndërkombëtar të Demokracisë që po mbahet në Zagreb. Gjatë bisedimeve, palët ndanë qëndrim se procesi i integrimit evropian mbetet një faktor kyç për të ardhmen e Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, si dhe për stabilitetin e përgjithshëm të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Sali Berisha vuri theksin te domosdoshmëria e respektimit dhe avancimit të drejtave të komunitetit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, duke konsideruar këtë si element thelbësor për bashkëtesë të qëndrueshme dhe marrëdhënie të besueshme ndërmjet komunitetit dhe shteteve. Në qendër të diskutimeve u vendos edhe korridori 8, i cili u vlerësua si një projekt strategjik infrastrukturor për lidhjet e rajonit në tregjet europiane me potencial për të nxitur investime dhe për të krijuar vende të reja pune. Palët diskutuan gjithashtu për zgjerimin e bashkëpunimit në fusha si energjia, infrastruktura dhe siguria rajonale, duke theksuar rëndësinë e koordinimit më të ngushtë në kuadër të organizatës ndërkombëtare dhe proceseve euroatlantike.